Gjinet dhe shejtant janë një specie, një grup, një gjins. Por gjinet mund të jenë musliman dhe mund të jenë jo musliman. Edhe gjinet musliman janë gjin, edhe gjinet jo musliman janë prap gjin. Ndërsa kur themi shejtan, janë një pjesë e gjinve, të cilët janë jo musliman për nga besimi. Kështu që shejtanët janë shumë. Fillojnë prej iblisit të mallkuar dhe vazhdojnë. Ai është kryeplaku i tyre dhe të tjerë me pas vazhdojnë deri në kiamet. Shejtanët kanë gjëra të përbashkët me njerëzit. Ndërto edhe ata vdesin, shtohen, shëmohen, martohen, hanë, pinë. Përkundër melaçeve, të cilat nuk vdesin, nuk shtohen, nuk martohen, nuk hanë, nuk pinë, nuk flajnë. Shejtanët i kanë këto, sikurse ne njerëzit. Por dallojnë prej njerëzve në shumë gjëra. Ndërto, për nga konstrukti i tyne, trupat e tyne, janë të padukshëm. Pastaj ndërto mundësia e lëvizjes së shpejtë të tyne. Ndërto mundësia e ndrrimit të formës, nga forma e tyne, reale në një formë të ndonjë krijese. Dëgjalli ka cilësitë shejtanit, por është njeri. Cilësitë shejtanit kanë edhe shumë njerëz. Dhe çdo njeri i cili punon për prap, ngreh prap, për hap keqen, bën fesad, ai ka shejtan llok, por është formë të njeriu. Dhe ka thonë se dëgjalli është fitneja më e madhe që ka dërguar Zoti ndonjëherë. Shejtani është emër i një specieje, i një lloji të krijesave. Si me thonë njeri. Njeri është emër e kësaj gjallëse që quhet njerëzim, ku futen burrat, gratë, plesht, fëmijët, njerëzit. Pa është një njeri, po më duket një njeri, kishte qenë një njeri. Edhe shejtan, kur themi shejtan, themi, kemi për qëllim qatë specie, qatë lloj të krijesave që ka kriju i madhi Zot. E që shejtanët futen në grupin e gjinëve. Gjinët dhe shejtanët janë një specie, një grup, një gjins. Por gjinët mund të jenë musliman dhe mund të jenë jo musliman. Edhe gjinët musliman janë gjin, edhe gjinët jo musliman janë prap gjin. Ndërsa kur themi shejtan, janë një pjesë e gjinëve, të cilët janë jo musliman për nga besimi. Janë jo musliman. Pra, kur themi një shejtan, kemi për qëllim një ummet i madh, një specie madhe. Zoti di numrin e tyre. Ndash ndaj vetëm shejtan, ndash foti bashkë me gjin, sepse ata çatu janë bashkë. Vetëm se i dallon imani, besimi. Këta që janë jo besimtar, qofar, quhen shejtan, shejatin. Këta që janë musliman, quhen vetëm gjin. Për me thjeshtësu, marrëm shembull njerëzve. Njerëzit janë musliman dhe jo musliman. Njerëz. Musliman dhe jo musliman. Firauni është njeri. Armiku më i madh i Allahut, Firauni. Ebu Jehli, armiku më i madh i pejgamberit dhe muslimanëve, është njeri. Po edhe Ibrahimi, njeriu miku më i madh i Allahut, është njeri. Po edhe pejgamberi miku më i madh i Allahut, është njeri. Apo? Pra, ata e Nemrudi, njeri, e zullumçari i madh ku Ibrahimi, që e hodhi Ibrahimin në zjarr, është njeri. Pra, njerëzit janë ummet i madh. Po njerëzit pastaj ndahen në dy grupe, besimtar dhe jo besimtar. Ata që janë besimtar quhen musliman. Andaj kur themi ne ka thonë një musliman, e niva një musliman, e pash një musliman, çka kupton? E pash një njeri musliman, ose një musliman që është njeri, por ka iman në Zotin. Kur thua pash një jo musliman,
ka thonë një jo musliman, e kam dëgju një jo musliman, janë pabesimtarët. Janë pabesimtarët. Kur thua pash një njeri, tash nuk e ke caktu. A është musliman, a jo musliman. Kur thua gjin, ka mundësi gjin musliman dhe gjin jo musliman. Por nëse ke për qëllim gjin jo musliman, ka lënë të emni shejtan. Sikur se të njerëz që ka lënë të emri qofar apo jo musliman. Tamam? Kështu që shejtanët janë shumë. Fillojnë prej iblisit të mallkuar dhe vazhdojnë. Ajo është kreplaku i tyne dhe të tjerët me pas vazhdojnë deri në kiamet. Sepse shejtanët kanë gjëra të përbashkët me njerëzit. Ndërto edhe ata vdesin, shtohen, shëmohen, martohen, hanë, pinë. Përkundër me laçeve, të cilat nuk vdesin, nuk shtohen, nuk martohen, nuk hanë, nuk pinë, nuk flajnë. Shejtanët i kanë këto, sikur se ne njerëzit. Por dallojnë për njerëzve. Në shumë gjëra. Ndërto, për nga konstrukti i tyne, trupat e tyne, janë të padukshëm. Pastaj ndërto mundësia e lëvizjes së shpejtë të tyne. Ndërto mundësia e ndërrimit të formës. Nga forma e tyne, reale në një formë të ndonjë krijese. Dhe kështu me radhë. Pra dallojnë në disa gjëra nga njerëzit. Po kur themi shejtan, kemi për qëllim pra gjinet apo shejtanët, krijesa të cilat janë dëshman të Allahut, dëshman të njerëzve muslimanëve, janë pasardhësit e iblisit të mallkuar. Iblisi për veti ka lyp me jetu din kiamet. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Qala ka ina min al-mandharin ila yawmi al-waqt al-ma'lum. Tha o Zot, më bën të mua të jetoj deri në kiamet. Pasi o prish me Zotin, tha lypi e gjen, në zgjat e gjelin, jetë zgjatje deri në kiamet. Ai lypi ila yawmi yub'athun deri të ringjallën. Ulemat kanë thënë deri të ringjallën ai deshti me ik vdekjes. Nëse për jetu kiametin heq, nëse me dek. Kur të ngjallën njerëzit, ky me kanë gjallë. E Allahu i tha ty të ipet jetë gjatësia, ama deri në kiamet. Jo deri në ringjallë. Që në kupton atë ki me dek. Dhe ai ka me dek. Por në fund krejt. Iblisi jeton deri në kiamet, të tjerë vdesin. Por se duket e tojnë gjatë. Shejtant. Pra iblisi shejtan. Tani, dëgjalli është diçka tjetër krejt. Dëgjalli ka cilësit shejtanit, por është njeri. Cilësit shejtanit kanë edhe shumë njerëz. Dhe çdo njeri i cili punon për prap, ngreh prap, për hap keqen, bën fesad, ai ka shejtan llok. Por është formë të njeriut. Pra ata Allah i quan shayatin al-insi wal-jinn, yuhi ba'dhum ila ba'd, zukhruf al-qawli ghurura. Shejtanët njerëz dhe shejtanët gjin, thot Allah. Kush janë shejtanët njerëz? Shejtanët njerëz janë që ata të cilët përhapin fesad, të cilët përhapin senet këqija, të cilët bojnë fitnë në shoqëri, të cilët e luftojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall, luftojnë vlerat e Allahut të kështu me radhë. Dëgjalli është njeri. E pejgamberi ka folë për të shumë, sallallahu alaihi wasallam. Në ka përshkruar atë në shumë hadithe, në format të ndryshme, alaihi salatu wassalam. Na ka përshkruar se si duket. Na ka përshkruar
edhe pej nga do del prej Asfahanit të Iranit e sotshëm, për atje ka origjinën. Dhe ka thonë se do të pasojnë atë 70.000 qifot vetëm prej Asfahanit. 70.000 qifot vetëm prej Asfahanit, shteti i dytë në Iran pas Tehranit. A nëpsa të pasojnë tani, e përshan për Medine ka thonë, a në Medine në Mekë nuk hënë. Por, qka ka munafik për Medines, bojnë tërë dalin me pa. Me pa, qa ky njeri. Dhe ka thonë se Dejjali është fitneja më e madhe që ka dërguar Zoti ndonjëherë. Për atë, ai bekuar ka kërku për Allahut edhe namaz, që Zoti më ruaj për fitnes e Dejjalit. Dhe na ka mësuar edhe neve që të kërkojmë prej Zotit për na mbrojt për fitnes e tij. Kështu që ndër duat, lutjet të cilat i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam në namaz, në tahiyat, ka qenë ndërto wa'udhu bika min fitnetil mesihid dajjal. Wa'udhu bika min fitnetil mesihid dajjal. Dhe kërkoj prej teje o Zot mbrojtje nga fitnia e Dejjalit el Mesih. Mesih quhet edhe Isa, Mesih quhet edhe Dejjali. Por dallimi i madh mes njërit edhe mes tjetrit. Ky Mesihu Dejjal, quhet Mesihu Dejjal, Mesih i bjen me mësuh, i bjen i fshin, i bjen diçka, ka disa kuptim, ndërto është edhe quhet Mesih sepse synin, ai në vend që kemi synin këto vrimen. Po, vrimen e synit. Syni është me thonë vrimen, pas e syni është me rana, ai ka rrafsh. Është me një sy. Dhe ka rrafsh këto, për ata quhet Mesih. Kanë thonë. E ka tregu pejgamberi për të shumë se si shfaqet, ka më nejt 40 ditë, dita e parë sa një ditë, dita e dytë para sa një vit, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë, dita e tjera sa ditët normal që janë. E ta ne kanë pyet pejgamberi Rasulullah e kur është dita e gjatë sa një vit, atëherë çu falemi ne, çu mi caktu namaz nëse dita zgjatet. Dhe kështu me radhë. Dhe ka tregu alayhi salam ndërto se Dejjalin e mbytë Isa alayhi salam. Dejjalin e mbyt Isa afër Beitul Maqdis të Kudsi Sharif. Sepse Dejjali kur e sheh Isën alayhi salam, ai shkrihet. Quhet një vend Babul Ludd, ka në hadith, ato e takon Isa alayhi salam Dejjalin, nga se Isa përderisa është me muslimant, pasi të zbret alayhi salam Isa dhe i bashkon muslimant dhe është duke hecur me ta kur ndëgjon përhapet lajmi se ka ardhur Dejjalli dhe bëhet panik i madh. Dhe Isa don të atakoj ta vrasë, thotë jam i ngarkuar me vrate. Dhe atakon te Babul Ludd në Palestinë, në Kudsi Sharif, por kur e sheh Isën alayhi salam e njeh dhe shkrihet. Isa thotë jo pasha Allahin, nuk të sheh patroni herbile. Edhe i bie, edhe likvidohet, shkëdes punë, përfundon puna atina zullëmçari e qafiri kriminali. E pejgamberi ka thonë atina mballë shkron, këfër, kafir, edhe e lexon çdo musliman. Mballë. Tamam e kryen çështjen e Dejjallit, qetësohet pak Isa me musliman, kur ndëgjojnë se përhapje gjugj me gjugj, la ilaha illallah. Ta qysh me dole atyne për para. Nëse këtë shet kiametit, Allahu mos na mësof me nxan ja Rabbel Alamin, me përjetu këtë shenja, e që une kam një përshtypje se ka ardhë koha. Koha po vije shumë shpejt, pa afrohet e kohë ku bota do të ndryshoj shumë, dhe pasi ndryshimit madh të botës, fillojnë shenjat e kiametit, të mëdhat. Çështja është, nuk është në 1000 vite. Çështja është, ne nuk e rrim inshallah taala, ma kujtej që shumë pak. E kur themi shumë pak, atë kem për qëllim 3 vjet, 10 vjet, 30 vjet. Por kem për qëllim disa qindra vite. Do shta më pak.
Nuk e besoj që kalojmë 100 vjet. Nuk e besoj. Që kalojnë 100 vjet, me që nuk fillojnë, edhe nëse kalojnë, pak kanë me kalu. Allahu alem, të pësheftën e të Zotit natyrisht. Por, nga dhe që e shikon, qoftë nga ana e të kaluarës, qoftë nga ana e jetës e dynjas, ymrit jetës e dynjas, që që kanë cekë historianët, musliman, madje edhe që futët, të krishterët, se ke bot diku prafërsisht 7.000 vite nga Ademi a.s. Dhe na aty jemi afër. Aty jemi afër. Pak në to, ose pak mi to. Zoti din. Po dhe nëse shikon nga ana ndryshimeve të mëdha të cilat janë duke bërë për çdo ditë, edhe këtë qenë drejt asajna që shajtë e kiametit për çdo ditë pafrohen. Madje edhe ata të cilët nuk i besojnë të shenja që janë jo muslimanët, shumë prej tyne, lapse u aqet, llogaria e tyne u aqet, që atjet që bota shpejti, pranë pak dekada do të pësën ndryshime horamense, të shpejta. Tashmë, për me ndryshue gjendje e botës, nuk ka nevojë në kam me ardhë tatarët me kuaj 10.000 kilometra e 12-13.000 kilometra pe Mongolisë, në Azinë e Mesme, lindjen e mesme, në Azinë e vogël, e me hinat nga Gjergjia, e me drejtu drejt ata në Armenisë, e përpjet ka disa Republika Sovjetike, e rëpjesë e Rusisë, e me shku deri në Finland, e pastaj këndej ka Hungaria, e Romania, e marrë deri në Kroaci deri në Adriatik. Dhe atje kanë mri tatartë. Sa kilometra ka prej Hungarisë, prej Finlandës deri në Mongoli, me kualin shku ata? Me kualin shku? Ose lutat e kryzata kur janë bërë, janë mbledhur, e kanë lanë piktubimin e tyne gjithmonë e kanë pas në Konstantinopol. Piktubimin e tyne, tubimin, por janë nisur në kam dhe me që kanë mujtë. Pej Anglisë, Francës, Gjermanisë, Polonisë, sa kanë bërë deri në Konstantinopol, në Istanbul e satëshëm, e pastaj hajta drejt Palestinës atje kinëse për të shliruar varën e Jezu Krishtit. Tash nuk do të shkojë madhe, për më ndryshu senet. Tash do të shme të ranu dikush për këtyni që kanë atë farë pullat. Pullat e kuqe. Pullat e kuqe do të ranu dikush për këtyni, edhe bismillah, ta në thëjmë bismillah, për në thëjmë bismillah, kush më të mëra shahadet të salavat lima i për veti, kush më të mëra shahadet të salavat, zote e borqaren, shku në gjinja. Dhe bota ma fillan ndryshe tani. Shumë shpes gjërat mujnë të ndryshojnë. Dërsa Dejjalin e hakikat nuk e ka parë Temim e Dari, sahabiu i bekuar Temim e Dari. Këtë Temim e Dari ka qenë krishter. Njëherë, ka qenë për arabët e cilët kanë kaluar në krishterizm nga paganizmi, e pastaj kërkar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar islamin. Dhe kjo ka një tregim shumë interesant, po tash na morëm konkret, s'kena kohë me shpjegu këta, se si e ka takuar El Gjassasa, se njëherë që hyp në anije, ka marrë rruje, hajte, deri sa në fund e ka takuar një njeri të lidhën pranga, edhe cila ka bajt disa pyetje pejgamberit të tjerë, pas për pejgamberin ta në korar kënë Medine, mase musliman kur ka një pejgamber të hujt për Dejjalin, ka thonë ja Rasulullah,
Po, nëse atë njëri këm po. Qysh e ke po? I ka tregu, kanë prit. Thërë njerëz në xhami, i kanë thirr, të bënë njerëz, të bënë, kanë tregë njerëz, tregë. Këtë tregën që ma tregove mu, tregëjave edhe njerëzve. La ilaha illallah. Kështu që Dejjalli do të vijë në fund të dunjas, Allahu na ruaj prej sherrit tina, fitneve tina.